Fatos Nano e birësoi dhe nuk e ndau nga fëmijët e tij. Clyde Nano gjithkohon pranë nënës Joanna dhe krah Sokolit e Edës. Fatos Nano, lideri historik i Partisë Socialiste dhe arkitekti i kësaj force politike që në gjenezat e saj transformuese është përcjell në banesën e fundit, në një ceremoni që bëri bashk personalitete të kombit shqiptar nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ai mbylli syt për gjithmonë të premten më datë 31 tetor, në moshën 73 vjeçare, pas problemeve të rënda shëndetësore. Lamtumira e tij ishte përgatitur deri në detaje, ashtu siç i takonte një politikane e lideri si Fatos Nano, me ceremonialin më të lartë shtetëror, ndërsa nuk mungoi prania e qindra qytetarëve që u mblodhën në pallatin e kongreseve prej orëve të para të mëngjesit e qëndruan deri pas dreke për të shoqëruar kortezhin. Një vëmendje të veçantë gjatë ceremonisë e ka marrë edhe një djalë shtatlart që qëndronte gjithkohon pranë zonjës Joanna Nano dhe 2 fëmijëve të Fatosit nga martesa e parë me zonjën Regjina Nano, Sokolit dhe Edlers. Në hyrje e në përfundim të ceremonisë, ai ishte gjithkohon pranë Joanna Nanos dhe herë i shtrëngonte dorën e herë e mbante prej krahu, ndërsa në hollin e pritjes së bashkëpunëtorëve, miqve e qytetarëve, ai qëndronte në rreshtin e parë, pranë Sokolit dhe Edlirës. Mësohet se ai është Clyde Nano, djali i Joanës nga martesa e parë dhe që u rrit në familjen e re të Fatosit. Në vitin 2001, kur kryeministri dhe lideri historik i PS-s njoftoi ndarjen nga bashkëshortja e parë Regjina dhe martesën me Joanën, Clyde ishte vetëm 8 vjeç dhe Fatos Nano e birësoi duke mos e ndarë asnjë moment nga 2 fëmijët e tij biologjik. Sot ai është 32 vjeç dhe siç duket nga pamjet është një djalë shtatlart dhe mjaft i pashëm. E gjithë familja Nano ka qenë e bashkuar në ceremoninë e lamtumirës. Joanna pranë të birit Clyde, Sokoli dhe partnerja e tij me djalin dhe Elira gjithashtu me të birin. Ndonse shumë të vegjël, fëmijët kanë marrë pjesë në lamtumirën e gjyshit të tyre.